Çfarë shihni tani është gjyq, ose të paktën kështu e quajnë. Por ka gjëra që një gjyq i vërtet ka dhe ky nuk i ka. Nuk ka avokat mbrojtës të pavarur, nuk ka prezumim pafajësie, nuk ka mundësi ankese reale. Ka vetëm një sken, një publik dhe një vendim të shkruar para se të fillonte seanca e parë. Fillimi i 1960-s. Kolektivizimi i bujqësisë shqiptare ka mbaruar me dhunë. Toka është e shtetit, njerëzit janë të kooperativave. Dhe kooperativat kanë nevojë për ndërtime, depo drithrash, stalla baktish, hangar për makineri bujqësore. Komitetet ekzekutive të rretheve, organe shtetërore, jo kulak, jo armiq, vendosin të thrasin sipërmarrës privat, njerëz me zeje, murator, karpentier, specialist ndërtimi, njerëz që regjimi i kishte etiketuar prej vitesh si element armiq, por që tani i duheshin. Dokumenti zyrtar e quan gabim burokratik, por e vërteta është më e thjeshtë. Sistemi kishte nevojë për njerëz që dinte se nuk duhej t'i besonte dhe vendosi t'i përdorte gjithsesi. Historia komuniste preferonte masat anonime, grupi i kulakëve, elementët armiq. Por këta ishin njerëz me emra. Zenel Bino njihej si matrapazi i njohur i rrethit. Ai kishte lidhje, dinte si të negocionte, si të siguroj materialet, si të kalonte në për burokracinë shtetërore. Pikërisht ato aftësi që sistemi nuk i kishte dhe që tani do t'i përdorte si provë kundër tij. Dimitër Pepa kishte marrë nga shoferi një fletë dalje për 80 kg gëlqere. E kishte zhdukur dokumentin, e kishte përdorur materialin, kishte përvetësuar 4.000 lekë të reja. Kjo ishte akuza, por pyetja që dokumenti nuk e bën, pse një shtet i gjithë pushtetshëm i la këtyre njerëzve kontrollin e plot mbi materialet, parat dhe transportin, pa asnjë mbikëqyrje për 4 vjet rresht. Por ka një grup tjetër në këtë histori, që dokumenti i përmend vetëm me disa rreshta dhe që nuk do të shfaqen kurrë në gjyq si të pandehur. Punëtorët. 12 deri në 14 orë në ditë, pa pagesë të rregullt. Dhe kur protestonin, disa u goditën fizikisht. Dokumenti e përmend rastin e kooperativistit Taqi Toromani në Krutje, i cili u godit me tulla nga kulaku Qani Myftaraj. Këta punëtor nuk janë në listën e të pandehurve. Nuk janë as në listën e dëshmitarëve kryesor. Janë vetëm një shënim në raport. Historia komuniste i kishte klasifikuar si të mirë politikisht. Dhe kjo ishte e mjaftueshme për t'i bërë të padukshëm. Për të kuptuar thellësinë e absurdit të këtij procesi, duhet kuptojmë një detaj teknik, që dokumenti e quan strukturë kostoje. Sistemi komunist kishte krijuar një mekanizëm financiar që u jepte ndërmarrjeve shtetërore para shtesë për të mbuluar kostot e punës socialiste. Dhe komitetet ekzekutive, organet shtetërore, jo kulakët, i përfshinin këto para edhe në kontratat me sipërmarrësit privat. Pra shteti socialist u dha armiqve të socializmit para socialiste, dhe pastaj i gjykoi për t'i marrë. Dhe askush nga ata që nënshkruan kontratat, askush nga gjeometrat që aprovuan pagesat, askush nga drejtuesit e bankës që likuiduan shumat, nuk u ul kurrë në bankën e të akuzuarve. Dokumenti, pa dashje, ruan edhe zërat atyre që kishin kuptuar të vërtetën para të gjithëve. Fshatarët e thjesht e kishin kuptuar. Kishin ngritur zërin. Kishin thënë me emër çfarë po ndodhte. Por, siç thot vetë Mehmet Shehu në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, zëri i tyre ishte mbytur nga burokratët. Kooperativa Bubullimës të Lushnjës, e vetmja që kishte refuzuar sipërmarrësit privat, kishte ndërtuar vetë, më shpejt dhe me cilësi më të mirë. Alternativa ekzistonte, por nuk ishte komode për shefat e rretheve, dhe regjimit i duhej dikush tjetër për të fajsuar.
Shtëpia e kulturës e Vlorës. Jo salla e gjyqit, sepse salla e gjyqit ishte shumë e vogël. Këtu mund të futeshin qindra njerëz, populli, dëshmitarët e ndëshkimit. Kryetari i gjykatës lexon. Toni i tij është i qetë, institucional, por ajo që lexon është vendimi shkruar gjetiu në tavolina të tjera, nga njerëz të tjerë. Shikoni fytyrat. Nuk e dim se çfarë mendojnë. Dokumentet nuk e ruajnë mendimin e tyre. Ruajnë vetëm fajin e tyre, të shpallur, të pakontestuar, të paapelueshëm. Prokuroria kishte kërkuar gjithashtu që gjyqi të zhvillohej me dyert të hapura, dhe idealisht çdo i pandehur të gjykohej në rrethin e tij, që mesazhi të ishte sa më i gjerë, që frika të ishte sa më e madhe. Ndërkohë, 22 kryetar kooperativash, 22 shefa llogarish, gjeometrat, inxhinierët e komiteteve ekzekutive, shumica nuk shkuan fare në gjyq. Për politikë penale, thot dokumenti. Fjali e shkurtër, pa shpjegim, pa justifikim. Të akuzuarit mohuan çdo akuzë. Fjalët e tyre janë ruajtur nga historia zyrtare, por edhe nga dëshmitarët e procesit. Ata pretendonin se gjithçka ishte e manipuluar, se objektet ishin ndërtuar sipas rregullave, se nuk kishin bërë asgjë që sistemi vetë nuk ua kishte kërkuar. Gjykata i dëgjoi dhe pastaj lexoi vendimin që kishte sjell me vete. Vendimi ishte i pamëshirshëm. Skënder Ali Mustafaraj. Dënim me vdekje, varje. Mehmet Bregu. Dënim me vdekje, varje. Luan Mersini. Dënim me vdekje, pushkatim. 6 njerëz. 6 vendime vdekjeje. Presidiumi i Kuvendit Popullor refuzoi çdo kërkesë falje. Më 8 dhjetor, 1967, firmosi ekzekutimin e tyre. Vjetrat të tjerë u dënuan me burgime më të shkurtra. Jo sepse ishin më pak fajtor, sipas gjykatës, por sepse kishin biografi më të mirë, sepse kishin punuar më pak vjet si sipërmarrës, sepse sistemi kishte nevojë edhe për gradime të ndëshkimit, që mesazhi të ishte i qartë për të gjithë, jo vetëm për ata me emra. Vendimi nuk ishte vetëm i gjykatës. Ai ishte produkt i një zinxhiri politik, ku çdo hallk kishte rolin e vet. Ata nuk u dënuan për atë që bën, u dënuan për atë që ishin, bijtë e kulakëve, njerëzit me zeje private, në një shtet që nuk toleronte asgjë private. Një gjyq për të friksuar një komb.